Ndërsa rezultati zgjedhor i zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit nuk është certifikuar ende, në pikë pyetje vazhdon të mbetet çështja se cili subjekt apo koalicion do të drejtojë qeverinë e Kosovës për 4 vitet e ardhshme. Lëvizja vendosje e cila doli e para në zgjedhje me 42.3% të votave, ende nuk e ka për të qartë se si do të bëjë votat për ta formuar qeverinë. Në vitin 2019, koalicioni VV-LDK ishte mjaft i dëshiruar për elektoratet e të dy subjekteve politike dhe kjo gjë çoi në bashkimin e tyre, që nuk është se zgjati shumë. Edhe tani mund të thuhet se pjesa dërmuese e antarësisë së lëvizjes vetëvendosje preferojnë LDK-n si subjekt bashkëqeverisës, po ashtu edhe një pjesë e konsiderueshme e antarësisë së LDK-s e preferojnë rikthimin e atij që dikur quajte si koalicioni shpresës, madje në këto matematikat në çështja e presidentit që do ta sillte përsëri Vjosa Osmani në postën e të parës së vendit. Në lidhje me këtë çështje për gazetën Botasot ka folur analisti Kani Qari. Për Qarin, një koalicion ndërmjet vetëvendosjes, Guzo, Alternativës plus LDK-s, aktualisht do të ishte koalicioni më parimor dhe zgjedhja më e shëndetshme politike. Në këto momente historike, derisa kujtojmë me kaq shumë nderim, nostalgji e respekt e pietet të pafund se si presidenti i atëhershëm i SBA-s i madhi Bill Clinton para 26 vitesh arriti ta njësonte gjithë faktorin ndërkombëtar për ndërhyrjen ushtarake të NATO-s kundër Serbisë fashiste, që dishpëtonte shqiptarët e Kosovës nga shparosja e gjenocidiale e okupatorit serb, sot të lë pamend mos unifikimi arkaik i partive shqiptare, të cilat edhe 26 vite pas shqirimit, përveç se nuk arrin të unifikohen as qejnë gjuhë të përbashkët për të mirën e vendit të popullit të vet, fusin të përçarje ndërmjet njerëzve të një gjuhë dhe kombi të përbashkët, siç janë shqiptarët e shumë vuajtur. Përndryshe në këto çaste historike të 26 vjetorit të fillimit të sulmeve të NATO-s kundër Serbisë hegemoniste, një koalicion ndërmjet vetëvendosjes, Guzo, Alternativa plus LDK, aktualisht do të ishte koalicioni më parimor dhe zgjedhja më e shëndetshme politike, me të cilin bazuar në rezultatet e tala nga votimet të nënshkurtit, do të formuojë një qeveri e qëndrueshme që do të mund ta çonte mandatin deri në fund, ta vazhdojë mandatin e presidentes aktuale apo votojë një president të ri, si dhe t'u jap udhë zgjidhjes së shumë problemeve të mbetura peng edhe nga mandati i qeverisjes së kaluar, për shkak të mungesës së shumicës në kuvend, ka deklaruar Qari. Me qeverinë e këtij formati, Qari thekson se përveç se do të mund të sigurojë vazhdimin e mandatit të presidentes aktuale, e cila si ish pjesë e LDK-s është e pranueshme për të gjitha partitë pjesëmarrëse në qeveri, sipas analistit, ky format qeverisës do ta shpëtonte vendin dhe nga shkuarja në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme në prillin e vitit të ardhshëm, kur edhe përfundon mandati i presidentes aktuale Vjosa Osmani. Kështu që duhet qenë sekretari aktual i LDK-s është i lidhur dhe familjarisht me bashkëshortin e presidentes Vjosa Osmani, gjë që edhe në mandatin e parë të presidentes e ka shtyrë Lumira Abligjikun me njerëzit e tij të votonin për zonjën Vjosa Osmani, nëse pas tensionimit të gjendjes brenda LDK-s nuk shkaktohet ndonjë çarje e thellë apo ndasi fraksioniste, do të ishte mirë që edhe pas këtyre zgjedhjeve vetëvendosja bashkë me LDK-n, Nisman, Nenad Rashicin dhe Pakica Pjoserbe ta formonin qeverinë e re, e cila me këtë konstelacion përveç krijimit të një qeverie stabile për të cilën vendi ka shumë nevojë, do të zgjidhte edhe një varg problemesh si aktuale ashtu edhe afatgjatë që presin Kosovën. Në momentin e tanishëm kjo është zgjidhja më e mirë për vendin në për faktin e ditur se çdo opsion tjetër do të ishte jetë shkurtër, i paqëndrueshëm, jo efektiv dhe i destinuar të dështojë më së largu pas një viti, kur dhe duhet të votohet për bijimin e mandatit të presidentes aktuale, apo të bëhet zgjedhja e presidentit të ri të vendit akt me rastin e të cilit në mungesë të votave pro do të arrësonte dhe qeverinë dhe detyronte vendin të shkojë sërish në zgjedhje të reja, ka nënvizuar ai. Qari shpreh se në gjendjen çfarë aktualisht ndodhet Kosova nuk do të ishte shumë e preferueshme që pas një viti sërish të përsëriten zgjedhjet vendore. Megjithatë, ai thotë se kjo do të mund të ndodhte në rast se vendi do të vijë në presione të papërballueshme nga faktori ndërkombëtar për panimin e vendimeve të dëmshme, të cilat rrezikojnë vazhdimsinë e shtetit tonë dhe vejnë në pikpyetje çështjet ekzistenciale të pavarësisë së Republikës së Kosovës. Në raste të tilla edhe po të kishim një qeveri të shumicës në pushtet, jo vetëm që do të ishte mirë, por dhe nuk do të mbetej rrugdalje tjetër përveç përsëritjes së zgjedhjeve të reja për tejkalimin e stuhive me vënje në veprim të strategjisë për përfitimin në kohë dhe mundësisht detyrime e ndryshimit e qëndrimit të faktorit të jashtëm. Sa i takon opozitës, ajo ka të pamundur të krijojë numrat për formimin e qeverisë pa hyrje në koalicion me listën serbe, por pas vendimit të vetëvendosjes që lista serbe të mos jetë në asnjë mënyrë pjesë e qeverisë së re,
Edhe opozita e ka të pamundur të hyjë sërish lojës famkeqe për formimin e qeverisë me lista serbe, e cila realisht është dorë e zgjatur e Serbisë në Kosovë. Prandaj, siç e thash më lart, zgjedhja më e mirë do të ishte një koordinim parimo ndërmjet vetëvendosjes LDK-s nismës në Nad Rashid që edhe në mandatin e kaluar ka qenë pjesë e qeverisë Kurti 2, si dhe pakicave jo serbe, pasi që në koalicionin e përbashkët ato do të arrin një shifrën e 81-82 votave, të cilat do të ishin të mjaftueshme dhe për zgjidhjen e çështjes së presidentit si dhe votimin në të cilit do vendim për çështje ligjore, juridike dhe shtetërore më rëndësi për Republikën e Kosovës. Kosova dhe shqiptarët duhet të kuptojnë përfundimisht se ka ardhur koha që të hidhet poshtë kategorikisht e të mos pranohet në asnjë formë as mënyrë. Arsyetimi papranueshëm me të cilin shqiptarët kanë ditur në vim si të kudasin më së keqi vetveten duke pranuar vendime të gabueshme se kinë se jemi nën detyrim, të cilat pastaj vendit po i kushtojnë aq shumë, sa që nuk po i gjen më qetësi, as nuk po arrin ta marrë veten, ka nënvizuar ai. Analisti Ganiçari përmendi dhe marrëveshjet që ndër vite i kanë bërë tëm shtetit të Kosovës. Mes tyre ai tha se është dhe themelimi i asociacionit që do të nënkuptonte automatikisht posnjëzimin dhe ndarjen praktike të Republikës së Kosovës. Kur them vendime të gabueshme, madje me reflektim të pariparueshëm për Kosovën, e kam fjalën pikërisht për aktet e pajustifikueshme si decentralizimi, transferimi i çështjes së kishave dhe manastireve ortodokse të Kosovës shtetit të Serbisë, në shkrimin e marrëveshjes dhe meratimin në kuvendin e etnisë serbe, votimi i gjykatës speciale, shndërrimi i fshatrave minore në komuna serbe, falja e 10 mandateve të deputetëve për vetëm 3 deri në 4% të pakicës serbe, demarkacionet politike me falje masive të tokave autoktone të Kosovës, vendeve hegemoniste fshinje dhe gabimet të tjera të pafalshme që edhe aktualisht pretendohet të na imponohen si shtet i ri dhe vend i vogël, si bie fjala formimi eventual në presion i zajednicës me kompetenca ekzekutive. Kjo do të nënkuptonte automatikisht posnjëzimin dhe ndarjen praktike të Republikës së Kosovës, të cilat përveç se do të ishin akte të pakthyeshme, do ta dëmtonin aq pariparueshëm dhe përjetësisht çështjen ekzistenciale të shtetit tonë të pavarur, sa që pas një kohe shumë të shkurtër të formimit, mos e bën zoti, të zajednicës do ta detyronin edhe Kosovën të përballet me problemet që sot ka me serbët vetëm Bosnia në mbar rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Evropën juglindore. Andaj ilustre që dha partit dhe vatorin politik shqiptar që të reflektojnë me arsye dhe parasiqisasht dhe para interesit të partive prioritet ta kenë çështjen e shtetit tonë të pavarur dhe garantimin e një ardhmërie të sigurt për Republikën e Kosovës, si vend i të gjithë neve dhe adeu në përbashkët, është shprehur ai.